jam prej Amerikës dhe sidomos për presidentin amerikan zoti Trump, është mirë mu përgjigj Kosova. Pse cilit president amerikan, se po harrojmë që Donald Trump... Pse cilit president, për shtëpisë barë, në fakt. Edhe mirë ka po që ka shku, nuk e di, roli janë në brenda këtij bordi është minor dhe thuja inexistent, për prezenca aty për mu do që aty me dëgjush aty Trumpi nuk është gjë e keqe. Por çka mboni përshtypje është deklarata presidentes pas takimit edhe po e pyesin çka biseduat. Tha e vazhdum, tha bisedën ku e kishim ndërprej në shtatorin një takim tjetër ku e kishim pas. Pra ndodhi 20 sekonda bisedë, kjo rrend, piv dhe me kanë biseduar çaq shumë për Kosovën. Po jemi brem botën e teknologjisë, na i shuajmë gjithë, unë nuk e di ku e marrin guximin politikan tonë. Këtë kush ka fol kjo. Ky vetë ka bëu me kry kështu demek që po të kuptoj. Domthon, edhe në fund ju më përshëndet edhe u kom, domthon, në një kaq shkurt, një takim 20 sekondësh. E nxirrin një deklarat të jashtëzakonshme demek biseda me bisedime kanë pasur me to. Realisht s'është e vërtetë. Këtu po shihet që kjo është shkup më shumë për PR-ën e vet. Nuk e di janë shërben, ndoshta mund të marrim njohje nga disa shtete që nuk na kanë njoft, natyrisht me mbështetjen e Trumpit. Ajo ndoshta cili ke shkuar edhe për PR-in e vet. Po mirë, unë po them, unë sa po e thash. Sa po e thash. Po sa shërben atë, o mirë me shku. Jo, unë sa po e thash, o mirë me shku. Çish do në tjetër, na pëlqej, kjo është presidentja jonë. Si e përson përfacimin e presidentës në arenën ndërkombëtare, zotë Majgjeri? Edhe prezenton Kosovën, unë e shoh si tillë, për mua është institucioni i shtetit tem, dhe që ata përfundon. Unë e thash. Tashti ai shërben, as i shërben. Kësaj, ato që e tha Propa, menoj që e ka shumë të saktë, kishen vota direkte, prej popullit mos zgjedh presidenti, mendoj që kish mund me shfrytëzu mirë. Po këtu, a e kishe votu ti Dardan me pas qenë deputet për presidenti? A bën vista përfundoj, a bën me përfundu? Po bën shumë dirë, po nuk e kisha votu. Përfundoja. Vetëm për një arsye. Jo, po të pyeta veç me pa qytetari që jo më varet për i votës deputetit. Përderisa presidentja duhet me shërby, duhet me konë shembull më i mirë me shërby frymës kushtetuese dhe kushtetutës e cila garanton barazin për secilin qytetar. Aja shkollon edhe del sulmon mediat, pse mediat e zbulojnë që shkollon fëmijën e saj në arsimin primar në shkolla private. Asnjë të keq ndaj shkolla private. Po tash profesor, çka mi bën fëmijë sa që s'moj me dërgu? Çka mi bën besniku? Çka mi bën profi që me siguri ka hipotetë eventuale? Zoti Majgjeri, që thisa po e ka një shpjegim. Ne kemi pas në Kosovë praktika ku kryetarët e partive politike janë taku me Trumpin. E kemi Abdullahotin, e kemi edhe ish kryetarin e PDK zoti Kadri Veseli. Po të dy i kanë humbë zgjedhje kryendar zgjedhje. Ju kujtohet ai fotografi. Domethënë, nuk është argument, as dëshmi, as ndihmës për ta për mu bë presidente. Përkundrazi, që kjo foto, që ky takim ka me trazu skenën politike ose raportin mes Albinit dhe Vjosës. Albini nuk e don Vjosën e fuqishme. Dhe kjo, ai aludon që mund të ja fuqi. Dhe prandaj, unë dyshoj që kjo do t'jetë presidente e ardhshme pikërisht për shkak se Albin Kurtit i pengon kjo në pozicionin e presidentes. Albin Kurti don presidentin ose presidenten e ardhshme, ai që nënshtrohet, që dëgjon, edhe që i përshtatet politikave. Mirë, se ka kryer shumë mirë punën e vetë presidenti, edhe në këtë aspekt, zotë Majgjeri. E ka ndjek politikat e Kurtit, shumë mirë. E ka ndjek agjen e Kurtit, po një periudhë caktuar me kohore, kanë pas një marrëdhënie të keqe që unë i bindur jam që Kurti as nuk ja fal, as nuk ja harron. Ai nuk ja fal të kaluarën e saj, po kemi një presidente që ka edhe ka kënu edhe ka recitu kur me vetë bashkëpunëtorët e vetë aty kur ju ka cenu pozita asaj, pra i ka qu qeverien edhe që pëllujnë bëgjës. Po veç edhe një detaj, a e dini ku sheshan mas shumë t'i LDK-n? A keni ndëgju kohëve të fundit eksponenteve të vendosjes të e shah LDK-n? Kryesisht janë të guxoj. Një tim tjetër interesante që s'kemi kohë, po. Po për shkak elektoratit. Është kjo. Do më tonë që tu janë qka kemi diskutuar, besme kënë se kome në bësh diqka? Mështë ta arrojmë që për mësme i hinë hak. Unë menoj, të janë qështje se cili e shenë këndërshtrimin e vetë, për në aspektin diplomatik nuk menoj që kemi pas përfaqësuese më të mirë, si presidente. Se edhe në kaluamën, përveç
presidentës së A veç Zafit, për çto 5 vjet, domethënë. po flas, në kohën sa ka qenë presidente, në aspektin e politikës, po flas në politikën e jashtme. Ajo presidenti Zafit është shumë Dhe më veç pak. Jo, që ajo presidenti se na Zafit kemi pas shumë më mirë se që edhe presidentët e kaluam kanë qenë prodhim i partive politike. E kemi pas president Bexhet Pacollin, e kemi pas Edhe zonja zotin Jaga Ksevdiu, ka pas një përfaqësim. pavarësisht Edhe periudhës, zonja edhe e kemi Jaga pas ka zotrin pas një Thaçi. përfaqësim Kështu shumë që të kuptimin diplomatik mendoj që nuk duhet m'ia hongër haki. Absolutisht, unë kuptimin diplomatik e kuptoj pak më ndryshe. Tërke me Putinin, që është një sukses i madh i politikës jashtë të Kosovës. Zoti Vaçi ka pas takimin me krejt. Nuk është... Zoti Vaçi ka pas takimin me krejt. Rolin e Hashim Thaçit edhe pozicionin. Ju Tash me krahasu 5 vite, po. në aspektin e përfaqësimit. Kjo mytë shoh Putinin, edhe pse na për më antarësun komë Po më një herë tha në UKB Po na i kemi shohë presidentat e Amerikës o prof. Ne kemi bërë kryeministra, më zvonaj. Unë mendoj që është Edhe tash po gutemi të partë me mbrojt Amerikën. është kogja për të debatu kjo se cili ka qenë presidenti më i mirë për politikën e Si jashtme. përfundon mandati presidentës, kemi me diskutu qëto, se kush ka qenë presidenti Se më në i mirë qoftë se mata ashtu këto më e mirë vite. ka qenë Atifetja se kjo. Atifetja ka pas një përfaqësim shumë dënjetoz në arenës. Po jo, për çfarë përfaqësimin jashtë, më të mirën e ka posë Ibrahim Rugova. Brana s'ka ditë me menaxhu se po mundoj pak... Mirë se, të e diskutu Atifetja e ka pasur një jashtëzakonisht. Edhe kemi me i analizu presidentët. Ai ka arrit me imponu agjendën e Kosovës në Spaju, prandaj duhet mja... faleminderit. Faleminderit shumë, zoti Krasi. S'kemi pas asnjë president që ka përfaqësu mirë shqiptarët. Përderisa secili prej tyre i ka armicu shqiptarët mbrana. E kjo është Pikërisht ti nuk mundesh me kon fytyrë atje me përfaqësues shqiptarët përderisa këto ke kriju polarizim e armiqësi të pafund në secilën klasë shoqërore Kjo është politike. sindromi shqiptarëve Dardan. Jo, s'është sindromi shqiptarëve, besoj se nuk është sindrom për zotën. Jo, se aty pse? Pse edhe ti dhe ne njohemi, edhe kjo është defektit e na. Pse po ndodh një çorëditje e madhe në shoqërinë tonë? Për arsye se pjesa më e ndershme, më e vlefshme, më e mirë e shoqërisë tonë është e pa organizuar. E pjesat më pa dinjitetshme është organizuar, veç kjo po ndodh. Ne kemi shumë burë shtetash mirë, kemi shumë brez mirë të profesorëve, diplomatëve, po nuk ja vjo po mundësi. Pse s'ja vjet mundësia? Reflektimin ndaj... Se ne kemi pas Adem Demoqin që ky popull ka dështu me zgjedh quf deputet. E sot kemi plot figura dhe për mbylli Kur ka ndas me zgjedh president... Dikush mundet me thonë, dikush mundet me thonë ekip për inate për ego. Jo, absolutisht jo. Kapne, thash në një jargon të popullor që merë në listën e njerëzve më të votu në këto zgjedhje për si cilit subjekt politik edhe këshirë në kush janë. Edhe shene se qëfar përfaqësues ne zgjedhemi. Dhe me thonë njerëz që kanë skandale, kanë rrugtime me manipulime, sot janë njerëzit më shumë të që kanë marrë vota.